Kryetari i Partisë Demokratike Lulzi Basha ka zhvilluar një bashkëbisedim me banorë të Vaqarrit dhe të Farkës, ku kanë ndarë me ta programin ekonomik të Partisë Demokratike. Sipas kryetarit të opozitës, zhvillimi do të vijë vetëm pasi të sigurohet vota e lirë, e cila jep fund krimit në qeverisje dhe vjedhjes së parave të qytetarëve. Ta erdhën me premtim rilindje e po qeverisin me shullazër. Ta erdhën me premtim për vende pune e po qeverisin duke i nxjerrë shqiptarët nga shtëpitë e tyre duke i çuar në emigracion. Hapi parë është shkëputja nga krimi. Nuk është puna vetëm se të ndihmon me armë pushtet. Pastaj don doganat, don tenderat, don emrimet. Në radhë dytë është nxjerrja parave nga xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe kthimi i tyre në ekonominë shqiptare pranë xhepat tuaj. Kjo ndodh përmes votës. Votës që i trembet kaq shumë ky edhe në partinë e vet, lëmën para popullit. Punësimi do të jetë prioriteti demokratëve në qeverisje, tha Lulzi Basha, dhe si rrugë për të realizuar këtë ai sheh uljen e taksave dhe krimin e lehtësirave për biznesin, investimet publike në infrastrukturë dhe mbështetje për bujqësinë. Vetëm përmes investimeve mund të krijohen vende të reja të pune, nuk krijon vende të reja të pune vetëm duke u lutur. As duke bërë propagandë, as duke ne gjithë ditën në televizor. Basha u njoh me shqetësimet e qytetarëve nga mbifaturimi i energjisë elektrike deri tek mungesa e investimeve në infrastrukturë. Kam i biznes kombinat. 804.000 lekë muin detore. Në muin në dorë 870.000. Në muin janar 1.600.000. E ka mbyll Lulzi Basha. Ka po vjedhje kolosale. Jo, po duke fusha. Po duke çtuar në çik rruga Panamaja me siguri. E kthej ka komunizëm Lulzi Basha.